Mirëmbrëma të nderuar teleshikues dhe mirë se erdhët në Watching. Sot kemi të ftuar kryetarin e grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, zotin Petrit Vasili. Mirëmbrëma zoti Vasili dhe mirë se erdhët, me cilin do të diskutojmë disa nga temat le të themi më të nxehta të diskursit politik. Po e nis zoti Vasili me reformën territoriale. Ju patët edhe një deklarat vetëm një ditë më parë. E lexova, më la të kuptohet sikur mazhoranca do të avancoj pavarësisht asaj se çfarë po bën opozita deri më tash, që e ka bojkotuar Komisionin për Reformën Territoriale, apo e kam keq kuptuar? Sigurisht që deklaratat tona nuk janë vetëm për të komunikuar nga ana politike, po dhe sigurisht edhe për të ushqyer hamendjet tuaja të pafund, të cilat sigurisht në çdo deklaratë tonë nuk mungojnë të zhgënjejnë. Unë radhë parë dhe mbi të gjitha theksova një vlerësim politik të Lëvizjes Socialiste për Integrim, që përkundër ngarkesës së madhe politike të dhënë kësaj çështje në sensin e përfitimeve politike, ashtu siç ka dashur brëndom opozita ta ngarkojë si të tillë, bëri një vlerësim jo të zakonshëm në raport me çështjen, ku mora disa elemente konkret të këtij problemi madhor për të shpjeguar që kjo reformë territoriale nuk është një çështje e sapesh politike, por është një çështje e një funksionimi dhe i mirë menaxhimi krejt të ri të shtetit dhe të interesave të qytetarëve në një mënyrë sa më kapilare. Opozita këtë e di, por kërkon konsensus, sepse reforma është shumë e rëndësishme. Unë jam i shtrënguar të pohoj, e ripohoj atë që opozita nuk e pranon dhe nuk e thot, që kjo reformë ka të bëjë në radhë parë dhe mbi të gjitha për mirën e qytetarëve. Duke qenë të tillë, kjo përjashton kalkulimet politike, aq më keq ato elektorale, sepse shpeshherë është hedhur në treg teza dhe ju s'mund ta mohoni këtë nga opozita, që këtu kanë në mend majorancën disa sape të karakterit elektoral, si të përfitoj nga më shumë nga ana elektorale me një ndarje të re administrative. Dhe u shpjegova, është një nga shqetësimet. Është ky shqetësimi. Opozitat mos jetë dakord për produktin e reformës elektorale nga mënyra se si mund të qaset qeverisja lokale, nuk e kam dëgjuar ndonjëherë. Për produktin, opozita nuk ka marrë kur pozicion për produktin, sepse që të flasësh për produktin, duhet bëhesh pjesë në përgatitjen në gatimin e këtij produkti, me që po marrim metaforën e produktit që ju përdor. Pra, kur opozita nuk pranon të
Komisionin e Reformës Zgjedhore në cilin ka vetë. Pra, në atë komision i cili do prodhoj draftin për katës që do vejnë në salë parlamentit. Dihet që në qoftë komisioni për katës nuk e prodhon, procedura parlamentare nuk lejon futjen në salë parlamentit. Absolutisht, por në qoftë se ju në fillim nuk jepni asnjë lloj garancie opozitës se produkti përfundimtar do të jetë me konsensus, pse duhet të vijë opozita për të dhënë votën për një produkt që mund ta ofroni ju? Gjysmë i detuar dhe gjysmë nguti i opozitës, po në këtë rast dhe gjysmë nguti i medias, bënd të krijojmë atë konfuzion që nuk ka marrë ta davarisë këtu ju. Pra do të thotë edhe një herë nga e para, që të jemi metodik maksimalisht duke mos pas parasysh ju, po të rikshikusim. Kemi një produkt që do prodhohet në komision. E që të prodhohet në komision duhet të ketë 50+1 votë, të cilat majoranca nuk i ka, sepse me vullnet lirë ka thënë që gjysmën e komisionit e kemi ne, gjysmën e ka opozita. Dhe opozita është ftuar të diskutojmë për produktin. E në mos qoftë të kënaqur nga produkti që do të prodhohet, të mos ta votoj e kësaj ne nuk do të shkojmë dot në sallën e parlamentit. Kjo është logjikë shumë e ftohtë, shumë e qartë që tregon që opozita ka kontroll të plot për aq sa i takon, ose mirë me thënë shumë të tepër se që i takon, pra ka veto. Si tillë, të më falni, me durim. Si tillë pra, opozita nuk pranon. Në këtë rast, më duhet ta kuptoj edhe unë, edhe teleshikuesi këtë që sa po thatë, sepse më tingëllon një nuancë e re. Që do të thotë që komisioni, nëse nuk miraton një produkt përfundimtar me konsensus, nuk shkohet në parlament? Apo çfarë? Apo mund të shkohet me dy variante dhe miratohet varianti majorancës, me qenë se i disponon votat? Shumë mirë, edhe një herë tjetër. Nuk mund të shkohet me dy variante dhe bëni një herë vetëm të vëmendshëm, se ndihmoni dhe qytetarët, sepse është rënë dakord që ky komision në rregulloren e funksionimit të tij funksionon me votime me shumicë thjeshtë. Këtë shumicë majoranca nuk e disponon. Ka 8. Po të kishte 9, do kishte majorancë. Nuk i ka. Ka zgjedhur ta ndajë këtë përgjegjësi, ta bashkëndajë në mënyrë simetrikisht të barabartë me opozitën. Dhe janë 8 një krah dhe 8 në krahun tjetër. Ju dini se për të cilin për ditën kronikat tuaja, që çdo ligj edhe me zakonshëm i parlamentit, jo i kësaj rëndësie, kalon dhe miratohet komisionet parlamentare. E pa i kaluar e pa miratuar atje, nuk shkon do të seancë plenare. Ju keni dëgjuar jo më larg se një javë më parë, zoti Meta referoi filan ligj, nuk mund të paraqitet në seancë, sepse nuk është miratuar dhe nuk ka
në Komisionin Parlamentare. Pra këtu jemi në një qëndrim tërësisht korrekt, por cili është thelbi. Thelbi tash që besoj që ju e keni të qartë procedurën dhe besoj jeni shumë të qartë ju dhe shqiptarët që ndjekin agon qenë, që në këtë rast opozita taktikisht nuk do të marrë pjesë, sepse është bindur që duke bërë obstruksionizëm madh, gjeshet më mirë në radhët e saj brenda vetes, dihet me fort dhe mendon që ky qëndrim do të thosha dhe arrogant edhe kështu, do të tregojë si më të fort dhe shqiptarët do të duan më shumë, do të tregojë që këta janë burra qëndrështarë dhe këta nuk epen përpara se maggiorancës së poshtër arrogante, ku diun se çfarë. Këta qëndrime pa kuptim. Këtu në këtë rast është thënë, hajde gatuim produkt së përbashku që shkon nuk ka lidhje me libertinë e LSI-s, PS-s, ku diun PD-s. Është një ndarje që bën qytetarit të afrojnë shërbime më të mira, para të shtetit mos vendëm, mos paguajmë administrata parazite, pra shteti funksionojë më mirë. Llogari elektorale, kur t'i vjen radha 2015 për zgjedhjet vendore, 2017 për zgjedhjet e tjera, qytetarët do të thonë, ore këta kanë pasur qëndrim konstruktiv, atë kudo ku kanë qenë janë sjellë në përgjegjshme, kjo opozita ka treguar qartë që në problemet apo është treguar arrogante dhe destruktive, maggioranca i ka mbajtur si mban perëndime dhe mbas tyre do na votojnë. Nuk kemi pse ngatrojmë për çështje që s'ka lidhje fare me çështjet elektorale, me këtë problem konkret. Dhe për këtë gjë, dhe për këto arsye madhore, për ta konkluduar përgjigjen time relativisht të gjatë, këto ishin motivet që në konferencën time të shtypit sqarova shumë elemente ku konsistonte në dobishmërinë e saj për qytetarët kjo reformë dhe ku qëndronte faciliteti dhe vetë ngërçizimi i opozitës, e cila nuk kanë më akoma, nuk është shiruar nga 23 qershori, e përpiqet që hallet e saj 23 qershorit t'i hedhin mbi reformën administrative. Atëherë, nisu nga kjo logjik që ju ndoqët, nëse besojmë dhe ato që ju thoni, se opozita po përpiqet të krijojë një ngërç. Më falni, duhet të provoni ku nuk kam thënë të vërtetë. Jo, dakord. Unë po e besoj. Jo, ju po ju konsiderojmë një qytetar, jo një gazetar. Unë nuk kam gënjur sepse në çdo gjë që kam thënë, pushteti nuk funksionon, sepse paguajmë 384 njësi vendore, ndërkohë që Maqedonia, Kosova, Qinja kanë 1,4-1,5. Pra një element i parë. Elementi i dytë, $1 deri $100 milion shkojnë dëm për të mbajtur një administratë parazite, e bashkë ndarë ky mendim, opozit. Dhe themi, përderisa dy partitë kemi rënë dakord, ka bërë be Partia Demokratike që edhe ne do ta bënim po s'kishin votat. Ka bërë be Partia Socialiste para 2005, dhe ne do ta bënim po s'kishin votat. Kemi një
që kemi vullnet rratë parë, pa mërësisht se kemi edhe votat botëshme. Pra kemi një zhvillim shumë të rëndësishëm politik. Kemi abstraguar votat e mëdha që kemi dhe kemi thënë hajde të japim përgjigje kësaj pyetje se nuk e shtyjmë dot më. Për çfarë arsye? I bezdisëm qytetarët. I zëmëruam me gjithë gjërat që nuk u japim. Harxojmë shumë para publike dhe kjo punë do të zgjidhet. Dhe kjo çështje është kaq e qartë se drita e diellit dhe asnjëri opozitës, cili do të qoftë ai, nuk më thot dot që ti nuk ke drejt dhe nuk mendon dhe ai një lloj si unë. Takticizëm politik, takticizëm s'ka vend për këtë çështje. Ka për ligje të tjera, ka 10 ligje, ka 10 qëndrime, 10 ndarje të forta politike ideologjike. Le të mbajmë. Por në këtë çështje jemi të bashkuar. Atëherë, në qoftë se opozita po kërkon ta përdorë çështjen e reformës elektorale, ka takticizëm politik, unë e kam keq interpretuar deklaratën ose keq kuptuar më saktë deklaratën tuaj të një dite më parë dhe juve ju dhimbse se të shumë reforma elektorale, pse nuk shkojnë në komision dhe ta miratoni. Mund të merrni një pjesë të opozitës. Për shembull, po diu, më duket se i përqaset kësaj gjëje. Qëndrimi ynë në raport me parimet është një qëndrim tjetër nga ai që më sugjeroni ju. Ky sugjerimi juaj është një sugjerim për një zgjidhje, do të thosha, pjesëtore, që shkon një drejtim tjetër për kundrejt asaj filozofie që ne kemi thënë. Dhe kemi mbështetur. Se ne kemi thënë filozofinë dhe kemi bërë shërbim një tjetër qasje që me qenë se u duhet gjithë shqiptarëve e me qenë se kemi ndarë të njëjtën ide për çështjen, pra nuk kemi asnjë ndarje në lidhur me probleme. Opozita mendon një lloj si ne, se ka qenë një nga sfidat për ta bërë, por nuk ka pas mundësitë numerike, dhe edhe intransigjenca dhe opozitave të mpashme ka penguar këtë punë, pra s'ka qenë mendje e hapur. Në këtë rast kemi thënë, hajde të zgjidhim konsensualisht këtë punë, në të mirë të një që çdo shqiptar nga i pari dhe i fundit, qoftë ai që voton atë parti që do, e ka gjetur vetën nëpërmjet përfaqësuesve të tij në parlament në këtë projekt të madh, që është projekt madhor të cilit do e bëjmë se do i kthehemi më. Pse e themi këtë gjë? E themi këtë gjë sepse opozita e sotme ka historira negative dhe rekorde negative në të kaluarën e saj. Kjo opozitë dhe kjo Parti Demokratike ka qenë që ka bojkotuar, ju e kujtoni vitin 98, miratimin e Kushtetutës së vendit. Aty dokumenti që ne kemi sot. Pra, ne nuk duam që opozita të u rikthehet sjelljeve të vjetra të theshtatës, ku duke mos absorbuar mirë humbjen e madhe në theshtatës, vazhdoi të kishte një sjellje
pse jo dhe demode, edhe lidhur me çështjen madhore. Prapë në tavolin kemi çështje madhore. Nuk duam që kjo opozitë të mbetet në zgrip, po duam të jetë bashkë pjesëmarrëse në jetën e vendit, sepse vlerësojmë që opozita është shumë e rëndësishme. Nëse flasim për bojkote, i duhet i referohemi dhe atij të 2005-s, apo jo? 2009-s, më fal. Që le të themi të ish opozitës së djeshme, mazhorancës së sotme, pas gjendjeve. Ato bojkot. Jo, me që po flasim për frymën e bojkotet. Nuk është një histori pozitive. Nuk kemi përfituar gjë nga bojkotet, kemi humbur kohë dhe energji të çmueshme. Do të humbasim tjera më. Edhe ne dhe shqiptarët. Pastaj, çfarë do bëjmë një produkt që i hyn i që është leverdia e majorancës? Nuk fiton majoranca, fiton shqiptarët. Kjo duhet të qetë e thjesht në ato komuna të shpërndarë gjithë vendin, të copëzuara të vogla dhe pas një fuqi ekonomike, që nuk kapitalizojnë dot dhe ato resurse pozitive që kanë. Dhe ku njerëzit jetojnë pa shërbime dhe të zëmëruar për kohën, paratë dhe nervat që harxojnë, çfarë janë të do jenë përsëri të lumtur që ndronë në llogore njëra palë dhe nuk e bën? Jo, përfundimisht kemi në dakord. Nuk mund të shkojmë më tutje kjo punë. Në financat shumë të varfëra të shtetit shqiptar, miliona dollar vendëm për i kapriço politike. 10 shërbime, 10 qytetarë dyrojnë të paguajnë furgonin, të humbasin 3-4 ditë, gjejnë zyrat mbyllura, nuk i gjejnë në qytetat e rrethave, qytetat e Dhe ju do ta lini këtë në dorën e një kapriço politike? Jo, për shembull, si keni lexuar ju deklaratën e pak ditëve më parë të ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Alexander Arvizu, në një konferencë përbashkët për lidhur me çështjen e reformës elektorale, ku ai e histe hapur idenë që reforma duhet të vazhdojë, dhe nga ana tjetër e shikonte me shumë skepticizëm, mundësinë e një konvergimi, le të themi, majorancës dhe opozitës lidhur me këtë çështje. Ju çfarë lexuat për te? Unë kam lexuar këtë gjë. Një lloj presioni pozitiv për të hecur? Jo, unë kam lexuar një gjë tjetër, krejtësisht tjetër nga gjithmonë ju. Së pari, një interes shumë ndje hapur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që projekton objektivat politike të Shqipërisë, duke pasur dhe mbështetjen e saj, dhe zgjedhjeve të mëdha dhe afatgjata. Kur reforma territoriale është një tillë. Pra, reformat të mëdha që shtrihen në shumë vite kohë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës thotë, boll me zgjedhje mendje shkurtra, ecni në zgjedhje afatgjata që ju modernizojnë dhe ju bëjnë gjithmonë në shumë një vend normal. Ndaj dhe
Ervizu, thotë dhe Washingtoni e pret këtë gjë. Dhe njëkohësisht, thotë Ervizu bën një gjë shumë interesante, duke treguar që Washingtoni është interesuar, jep kuptoj se Tiranës vogël, bashkë me opozitën, saj përkatëse, që të bëhet shumë herë më modeste, sepse Washingtoni madh është shumë i rëndësishëm për botën dhe ka shumë që mësoj e Shqipërisë. E Shqipëria të mësoj nga Amerika, se sa kjo kryen e si ku ne të gjithë na duken shumë të pazot, dhe ne jemi shumë të mëndshur për të Zot e shikojmë sa gjëra të komplikuara që të tjerë nuk shikojnë. Na duhet përfundimisht kemi një modesti të madhe, e nëse u këshill vjen nga një vend i cili ka një traditë federalizmi të jashtëzakonshëm, ju dini që Amerika është ndërtuar me bazë shtetesh. Një federalizëm që ka bërë perandorinë e zhvillimit botëror. Perandorinë e eficiencës më të lartë ekonomike. Perandorinë e eficiencës më të lartë të luftës kundër korrupsionit. Dhe jep këshilla kësaj Shqipërisë vogël, që është e barabartë me një lagje të New Yorkut, dhe thotë, silluni me modesti, dhe ecni përpara se kështu shpërdoroni energji dhe para, mendoj që në këtë moment të gjitha këto duhet binin, jo thjesht vetëm se thashë Shtetet Bashkuara të Amerikës, po një eksperiencë në nivelit politiko-botëror, të atij niveli, thotë bëhuni modest, boll me këtë kryenësi. Ky është mesazhi, shumë i qartë dhe elokuent. Kush nuk do ta kuptoj, mund të ketë edhe si që në mes të fshatit duket vetë më i zgjuar dhe më i Zotit, por nuk është. Zoti Vasili, majoranca ka një ide në kokë, a do ta bëj reformën territoriale për 2015 të vlefshme për zgjedhjet lokale të vitit 2015, apo do ta lërë këtë duke bërë thirrje të erpashershme opozitës, hajde në Komisionin për Reformën Territoriale, me akuzat e rastit gjithmonë, çfarë? Ne sigurisht që në agendën tonë politike kemi sigurisht brenda një shtirje kohë të caktuar, jo sigurisht kjo nuk do të thotë një shtirje kohë pafund dhe falimit. Ne do të ezaurojmë, do të shterojmë një vullnet maksimal për ta pasur këtë konsensus. Jo si limosh për ne. Absolutisht jo. Kjo dhe pipaj politike është një shans për opozitën, jo për majorancën. Që opozita të faktorizohet. Pavarësisht nga numrat, vërtet të ulët që ka ajo për të imponuar, kjo është një mundësi për të dhënë dhe një pesh, për të dhënë se po të doni dhe një bonus, për dhënë të që ka pesh në saj jetën e vendit, dhe nuk e barazojmë peshën gjithmonë vetëm me numrat, shikojmë më larg se sa kaq. Kjo është dallimi i majorancës
diferencave nga njëra tjetra. Dhe në këtë pikë, ne kemi bini që dhe gjithë kohën, deri kur të gjykojmë të arsyeshme të vlerësojmë që gjithë fëmijët e janë shtëruar, do të konsumojmë deri në fund të gjë. Pra do bëjmë të pamundur, duke demonstruar sigurisht të sinqeritet plot që kemi dhënë, sepse sinqeritet më të madh se do të ndajë deri në fund të afateve të nevojshme që duhet që reformat të miratohet për të hyrë në fuqi për zgjedhjet e 2015. Do vlerësojmë këto afate në mënyrë maksimale të mundshme, në mënyrë që kemi mundësi që dhe reformat këtë marrë jetë dhe e tjetë efektive për jo thjesht për zgjedhjet, po për pushtet që do prodhohet, i cili duhet të jetë një pushtet shumë më racional dhe shumë më i menaxhueshëm se sa ky që kemi sot, dhe të prodhoj një pushtet vërtet ku qytetarët të ndjejnë që votuan për gjëra të vërteta, jo votuan për një kryetar komune në një vend atje që nuk u ofron dot gjë me gjithë dëshirën e mirë që mund të ketë, sepse ka as resurse në dispozicion, as ekonomike, as administrative për të bërë diçka. Në këtë linjë do ecim në deri në fund, duke treguar vullnet mirë dhe duke e përpjekur ta nxjerrim opozitën nga mërndjegushtësia, e të tregohet më e hapur dhe të çirohet nga një lloj bizantinizmi të mëshëm që e hapur brenda. Tani unë po ju flas si qytetare, zoti Vasili, çfarë garancie? Që parë drejtohet si qytetar dhe vjen mirë. Çfarë garancie duhet të marrë unë si qytetare që na ndjekin njëkohësisht që reforma territoriale do të jetë në funksion të qytetarëve, që në qoftë se ato para ndaheshin në 300 e ca drejtues vendor, do ndahen tashmë në 8 drejtues vendor dhe prapë shërbime nuk do të kemi. Jo, do të bëni një 8 njerëz më të fuqishëm, po shërbimet në fund të ditës nuk do të jenë ato që prisnin. Kjo është të menduarit e një qytetari si ju, gazetar, i cili nuk bëhet do të qytetar në këtë rast, vazhdon të jetë gazetar, ku mendon që eficienca më e lartë është tek sobëzimi maksimal. Unë kam e këti mendim. Sepse jo fare, unë nuk e mendoj në këtë mënyrë. Unë mendoj kush më jep garancitë mua që parat do të më ofron. Unë kam drejtën time që parat që paguaj do të më vinë shërbime në fund të ditës. Unë kërruaj dhe të drejtën që stilit tuaj, dhe shamirës provokative, të përgjim me metaforën time provokative. Pra do të them, jo ma linje në asnjë rast. Do të them që të drejtuesit që quhet të mëdhenj, nuk janë thjesht të drejtues të mëdhenj. Se ju morë përdorë një numër fiktiv, se nuk bëhet fjalë as. Jo, fare, absolutisht nuk jenë. Po numër. Pra ta drejtues që drejtojnë një si më të dashur, çdo të thotë të tëra këto resurse bëhen më efektive sepse është si puna
e bujqësisë. Me që është një temë madhore. Ju e dini që gjithë gjërat e mëdha që e ka penguar bujqësinë shqiptare ka qenë sobëzimin nga strat të vogla. Dhe këshilla e parë ka qenë që të ketë mundësi të ketë projekte të mëdha dhe fizikën, duhet të ketë riformim, duhet të ketë grupim, duhet të ketë zmadhim, sepse një nga synimet tona kryesore janë investimet e huaja, cilat janë një etike për vendin, nuk mund të shkojnë në komuna me 300, 400, 500 apo 800 banor. Kërkoj realitete social-ekonomike të tilla që u mundsojnë t'i absorbojnë këto para. Se po të japim mëse komunës vogël, $20 milion, nuk i menaxhon dot. Nuk ka njerëz që nuk ka ekonomistë të kontrollojnë, nuk ka njerëz që t'i zbatojnë. Ndërsa nëse krijojmë një realitet të ri që do të jetë me 15-20.000 banor, ky është një realitet urban i ri, i cili ka aftësi të tjera dhe nuk e ka vështirë fare të ngrërë zyra efektive qoftë për gjendjen civile, zyra shumë efektive që kanë të bëjnë me dhënien e shërbimit arsimor, shëndetësor, të shërbimeve të tjera që u duhen qytetarëve që janë pafund në jetën e tyre të përditshme, dhe to janë efektive sepse kanë dhe resursat ekonomike për ta bërë një gjë të tillë. Por në këtë realitet të sobëzuar, ku është qendër e komunës, ku është kafe e fshatit, një restorant i vogël, dhe i vend ku lozim bilardo, nuk është ky realiteti i cili mund të thithë investime dhe mund të transformojë jetën e tyre. Ndaj, e gjithë kjo çështje nuk është thjesht një bashkim mekanik, por është një potencim i tyre. Dhe nëse ky realitet gjeografik, që shtrihet një komunë dhe përfundon te komuna tjetër, do ishte në vazhdimsi, një rizort turistik do zhvillohej fare mirë. Nuk do kishte nevojë të merrte leje tek njëra komunë dhe te tjetra, po dhe planet zhvillimore do ishin shumë më të thjeshta dhe më të shpejta. Planet e mëdha urbanistike do kishin tjetër frymarrje, do kishin mundësi të aplikohen, të miratoheshin dhe me njëherë të futeshin në veprim për të aktivuar vullnete ekonomike dhe investuese të reja. Pra, para në pikëve kuptoni që nuk është një sipërmarrje mekanike, absolutisht jo. Është absolutisht një mënyrë e re menaxhuar shtetit. Ju keni shumë, keni kamerat tuaja pamëshirshme që lëvizin në të gjithë Ballkanin. Ju keni parë komunat kosovare, keni parë komunat maqedonse. Janë realitetet krejtësisht ndryshme nga komunat tona. Janë komuna me realitetet e vërtet ekonomike dhe sociale të rëndësishme. Janë shumë më të fuqishme se bashkitë tona të mëdha. Ju keni parë që kanë kapacitete bashkëvepruese dhe kapacitete menaxheriale shumë të larta. Dhe në to zhvillohen realitetet ekonomike. Po them që ka realitete kosovare të tilla që në plan ekonomik janë gjithë të investojnë shumë më fort në realitetet shumë mundshme në Shqipëri,
cilën shqiptarët nuk i bëjnë dot, sepse duke ndërtuar një sistem administrativ të ri, kanë zhvilluar dhe kapacitet dhe administrimi krejtësisht të reja. Pra, kjo është një logjikë e cila kërkon tërësisht një mendjehapje, do dalë, do nxjerr kokën nga kutia e votimit për të parë realitetin administrativ të Shqipërisë. Shpresojmë që kjo të jetë fryma e këtij produkti, kurdo që të ndodh me pa opozitën, do ta shohim. Fryma do jetë kjo. Okej. Zoti Vasili, megjithatë, a nuk ka një sjellje arrogante të mazhorancës në raport me institucionet e pavarura? I referojmë për shembull Amas. Po kërkoni të shkarkoni kryetarin e saj, ndërkohë që ka për të pas mundësinë të jap përgjigje. Ma ju e konsideroni një sjellje arrogante në krahasim me opozitën e tanishme, apo jo? Duhet të kemi një masë krahasimore, themi. Ju detyrimisht duhet ta krahasojmë me Quhen arrogante vetëm kaq. Arrogante në vetvete, duke patur parasysh Unë do të them një gjë. Keni një shumicë të cilësuar votash në parlament. Mu duk që kuptova pyetjen tuaj, pra është ai që quhet preokupacion që ka lidhur me çështjen e Amës. Po marrim dy çështje që i krahasojmë njëra tjetrën dhe krahasojmë ku është ligjshmëria dhe ku është arrogancë. Ne kemi sot një institucion siç është AMA, që ka vetëm 4 anëtarë. Ka vetëm 4 njerëz nga 7 që duhet të kishte. 3 njerëz me mandat dhe një kryetar pa mandat. Një institucion gjysmak. Këtë thoni ju. Po 4 janë dhe fizikisht. Por që e ka dërë në 2016. Do të ja bon në kryetar ka dhe 3 anëtar mangu. Pra, vendimet që duhet merren me shumica të cilësuara me 5 nuk i merr dot. E ka të bllokuar për kohësh. Pra, kjo dihet. Edhe kryetarja mos kërkon që të edhe një herë. Të plotësohet. Kemi një institucion gjysmak. Kemi zgjedhje të bëra jashtë ligjit. Arroganca ka shoqëruar majorancën e djeshme, që e ka zgjedhur kryetarin e Amës pa mandat, kur ligji thotë qartë që duhet të jetë një nga të 7 mandatuarit zgjedhet kryetar. Të thotë ligji. Nuk e ka bërë kjo majorancë, kjo ligji ka bërë majoranca tjetër. Tash unë do t'ju jap një shembull juve që 10 sekonda do t'u ha për të folur për arrogancën e institucioneve të pavarura. Ju kujtoni për një komision hetimor, i cili formalisht nuk është mbyllur sot e kësaj dite, për çështjen e 21 janarit, pa u tutur fare, Partia Demokratike thirrri prokuror, president, kryetar Shishit, e tjera, mbani mend, keni parë një paratë që keni pasur mundësi të jepni kilometra të tëra film, pa u tutur fare, duke shkelur
gjithë normat kushtetuese e tjera. Kurse rastin konkret, maggioranza aktuale akuzohet për arrogancë se po zbatojnë ligjin. Besoj që këtu jemi në hullit e humbjes së plot të arsyes. A mund të themi që po zbaton ligjin kur nga zyra dhe kur për monitorimin e institucioneve të pavarura ku vendit ka të paktën 3 shkresa që kundërshtojnë njëra tjetrën lidhur me çështjen e lidhur me mandatin e kryetares, nëse ka kur i përfundon, se i përfundon 2016. Po Malini të mbaroj këtë ide deri në fund. Dhe kur lidhur me këto çështje dhe me këto problematike që në shtrem të avëlin, në të gjitha rastet, maggioranca e djeshme kishte të gjithë institucionet e përduar, nuk ishte brengosur që i kishte dhe ishte... Duke sikur ka një përpjekje të maggiorancës së re që ti marrë këtë institucion. Ta mbaroj këtë ide deri në fund. Ky është perceptimi publik. Po mi bie të intervistoj unë juve. Problemi është pra kështu që i kishte gjitha dhe ky ishte normalitet. Ne konstatojmë anormalitete gjysmake që i kemi trashëguar nga ata dhe duam të çojmë në vend dhe jemi arrogantë. Pra e kuptoni që këtu kemi një paradoks logjik të frikshëm. Si kërkoni të çoni në vend duke i marrë ju? Absolutisht jo. Si? Që edhe një herë, duke di të prapë si jo si gazetare, si qytetare, më kuptoni që janë institucionet të këtë 7 dhe jetë me 4. E para. Dhe ky ligj jo i bërë nga maggioranca. E kemi gjetur atë ligj të bërë nga maggioranca tjetër. Thot, kjo ama duhet ketë 7. Dhe nga këta 7, njëri për 7 me mandat, bëhet kryetar. Dhe kjo zonja... I bërë nga maggioranca. Dhe kjo zonja... Po mirë. Është miratuar dhe nga opozita përveç një... Po mirë, ligj... Dispozitës tranzitore... Si ta doni ju, bëjmë marrëveshje në fjalës. Pra duhet jetë. Është e qartë dhe ajo dhe kryetari e di, nuk ka lidhje fare me zonjën Bushati, që një grua e nderuar, unë talë personal kam respekt plot edhe pa kurzuar, kjo është lidhur çështja me pozicioni në raport me ligjet. Është një person që nuk ka mandatin. Një nga 4 mandatet, nga 7 mandatet nuk është i saj. Pra është pa mandat në mënyrë abuzive është zgjedhur në krye. S'do bëjmë asgjë. Abstragoj emrin Menat Zaimi, Petri Vasili, Edira Bushati. Do plotësojmë 4 mandate dhe një nga të 7 të mandatuar do zgjedhet në krye. Dhe ky është ligji. Edira Bushati thotë që ka mandat të përfundon në 2016, një gjë që duket se edhe shkresat e zyrës së monitorimit të institucioneve të pavarura pranë Kuvendit të Shqipërisë e thonë se të tjerë. Dy janë ndryshe. Jo, nuk është e marsit 2014
çka thatë, zyra e monitorimit ka dhënë një shpjegim shterrus publik, drejtoresha përkatëse ka dhënë, duke thënë cilat janë qenë motivet e hartimit memo dhe qëllimet e tyre. Pra çfarë jepin përgjigje dhe çfarë japin përgjigje me radhë. Të gjithë memot, pra memot janë informacione për kulturën shqiptarët, se kultuam shqiptarët me anglofoninë tonë të jashtëzakonshme, nëse jemi një provincë shqiptare, kemi folur shqip më përpara se anglezët flasin anglisht. Pra janë informacione që vinë kohë pas kohë, si çdo informacion kronik, rutinë që bëjmë. Dhe për çështje të caktuara informohet dhe në çështjen përkatëse, kur janë kërkuar shpjegime përkatëse, ka zhurnuar, pra ka informuar situatën për çështjen konkrete. Është drejtori monitorimi. Nuk është drejtori vendimarrëse. Ka sqaruar që situata që qëndron kështu. Nuk kuptoj shqetësimin dhe kaq të madh pse drejtoria e monitorimit duke zbardhur një të vërtetë ka shqetësuar një dynjan. Se çdo kryetar Ramës apo gazetarët më nuk më intereson. Më intereson çdo ligji. Ligji thotë qartë që një nga 7 që të jesh kryetar Ramës do të kesh mandat. Zonja. Jo, sot opozita se ka bërë gati dhe një pati për zyrën e fjalë. Që do ta depozitojnë në prokurori. Kjo është rragë pati është zyre që informon. E lëm këtë punë se këtu vepi në një humor që ka lënë kufit. Pa ditë në institucion, nuk pa ditë në zyrat e informacionit. Është vjen keq. Kjo është më shumë se qesharake. Por mund të bëjë çdo lloj padije, nuk është në shqetësim. Njeriu duhet të ketë merakut të mos bëhet qesharak. Në këtë rast ka dhe dëshirë për të bërë qesharak. Edhe kjo e njohur është në kushtetut. Mund të bëhesh qesharak qetësisht edhe burrisht. Ky është një rast i tillë. Zoti Vasili, koha televizive na ka përfunduar. Unë ju falenderoj që na dhat mendimet tuaja lidhur me aktualitetin politik. Fokusi sigurisht mbetet tek çështja e reformës territoriale. Shpresojmë që ajo të mbyllet dhe shpresojmë që të mbyllet në bashkëpunim edhe me opozitën, pasi ajo të ketë marrë garancitë që pretendon nga majoranca nëse do të marrë gjithmonë. Unë kam bindje shumë të madhe për këtë gjë dhe për një arsye shumë të thjeshtë, sepse në një kohë shumë të shkurtër ne bashkëpunojmë duam bashkë edhe si gazetarë, si qytetarë, dhe ju fituat një ndershmëri qytetare që kjo reformë na duhet, duke përjashtuar detyrën tuaj si gazetarë. Dhe kjo më kënaqi shumë. Faleminderit zoti Vasili, ju falenderoj dhe ju të nderuar teleshikues. Bashkë do të rishihemi ditën e njëjtë në orën 21.